Suksesi i dy artistëve shqiptar, Hedi Hilës dhe Adrian Pacit në Bienalen e Venecias vitin e kaluar, ka bërë të mundur riçeljen e ekspozitës titulluar Monumente të mundshëm ardhmërisht të pararealizuara në mjediset e Shkollës së Njohur të Arkitekturës Architectural Association në Londër. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili e vlerësoi atë si një tjetër rast për të rrëfyer me fjalë me vepra Shqipërinë që ka nisur të njihet e shihet me sy tjetër. Penthouse, një seri pikturash nga Hedi Hila dhe The Column, një video instalacion nga Adrian Paci, u pritën mjaft mirë nga publiku londinez, ku pati një prezencë të lartë të studentëve e pedagogëve nga Architectural Association, e cila është një nga shkollat më të rëndësishme të arkitekturës në Europë. Prezenca e kryeministrit Rama ka ndikuar jo pak për të rritur interesin për ekspozitën, por edhe tërheqjen e shtypit të huaj. Kryeministri Rama i ka shprehur dhe në rrjetin social Facebook impresionet mbi këtë event kulturor.